numër mbi 4.500 subjekte që operojnë në fushën IT-s dhe ndërkohë kemi rreth 15.000 punësuar në fushën IT-s, që është një nga fushat që ka pagat më të larta praktikisht dhe eksportet e shërbimeve të IT-s përbëjnë rreth 200 milion euro. Pra, jetojmë sot në një moment ku për startupet, për inovacionin, për teknologjinë e informacionit ka një treg shumë të madh dhe janë 3 shtyllat kryesore në të cilat ne kemi punuar me qëllim që të arrijmë deri këtu. Në radhë të parë kemi bërë një legjislacion i cili është fleksibël, i cili i lejon startupeve të operojnë dhe të regjistrohen vetëm me një klik, dhe kjo është arsyeja për numrin e madh të tyre të regjistruarve gjatë 4 viteve të fundit. Kemi vënë në dispozicion në 4 vitet e fundit 10.5 milion euro, ku 8.5 kanë qenë kontributi qeverisë shqiptare dhe 2 milion kanë qenë kontribut i BE-s, me të cilat kemi financuar një numër të madh startupesh në 22-shin, në 24-ën dhe në 25-ën, dhe nga ana tjetër kemi krijuar një ekosistem ku është të thjeshtë që të aftësohesh. Numrat e të diplomuarve në sektorin IT-s janë gjithmonë në rritje, ndërkohë që ne këtu jemi tek piramida sot ku kemi qendrën Tumo, e cila i lejon nxënësve të 9-vjeçarëve të gjimnazit të aftësohen në përdorimin e teknologjisë informacionit, por edhe nëpërmjet programit të qeverisë shqiptare ku ne financojmë kurse të kodimit, të programimit apo të fushave të tjera, janë aftësuar tashmë rreth 2.000 të rinj, të cilët jo domosdoshmërisht kanë mbaruar një shkollë për teknologjinë e informacionit, por i është dhënë mundësia që të punojnë dhe sot aktualisht punojnë në shumë kompani. Qeveria shqiptare ka qenë pararojë e zhvillimit të digitalizimit dhe të inovacionit, dhe këtë shifrat dhe revolucioni që Albania ka bërë në shërbimet e tregojnë qartë, në ndërkohë që nuk jemi ndaluar tek digitalizimi, por tani kemi përqafuar dhe të gjithë inovacionin që jep inteligjencë artificiale. E kemi bërë këtë me një qëllim që sektori privat të na ndjek, pasi dihet dhe ajo që startupet bëjnë në komunitetin e biznesit është rritja produktivitetit të sektorëve të ndryshëm. Dhe ne sot këtu kemi biznese, startupe që janë financuar, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e produktivitetit të sektorëve si turizmi, si bujqësia, si shëndetësia, si energjia, jo vetëm atyre sektorëve tradicional që janë të lidhur me teknologjinë e informacionit. Unë sot jam shumë krenare që në kaq pak kohë neve kemi bërë të mundur financimin e një numri të madh startupesh dhe gjithashtu jam krenare që ka shumë të rinj dhe të reja që sot kanë një mundësi për të filluar biznesin e tyre në fushën e inovacionit, i cili nuk ka as limite dhe as bariera. Për këtë, duhet t'ju kaloj fjalën juve kryeministër me qëllim që mendova që ta jepni juve lajmin e mirë. Sot ne në sallë kemi 175 startupe, nga të cilat 89 janë startupet fituese të këtij viti. Ato ende nuk kanë marrë një njoftim për fitimin, ndaj unë jam shumë e lumtur që sot kemi mundësinë që ta shpallim rezultatin dhe gjatë ditëve në vijim sigurisht që ne do të bëjmë takime me ta, me grupet e startupeve, do të tregojnë punët e tyre fantastike që janë duke bërë dhe që ne do të ndihmojmë që të zhvillohen dhe më tej. Dhe për ta përmbyllur, ne sot organizojmë këtë takim tek ambienti i përdorur nga Plug and Play, që është një nga akseleratorët më të mëdhenj të startupeve në botë dhe që ka filluar programin e vet të akselerimit, në ndërkohë që mbi gjysma e startupeve të përzgjedhura nga Plug and Play janë startupe që janë financuar tashmë nga qeveria shqiptare, që do të thotë për një cilësi të lartë dhe të propozimeve të tyre dhe të procesit të përzgjedhjes që ne kemi krijuar. Përshëndetje dhe shumë faleminderit. Më pëlqeu shumë Dorë Orkidja, shumë bio. Dhe është vërtet që ne sot kemi këtu 89 fitues të programit, por është po kaq e vërtet që ne jemi
shumë të vetëdijshëm që programi duhet zgjeruar më tutje. Në ndërkohë, jo më larg se dje, unë pash një audit, kemi marrë një grup ekspertësh që të bënin një audit analitik për çfarë ka ndryshuar platforma e-Albania në jetën e shqiptarëve. Edhe më mbetën në mend 3 dhëna. E para që nga platforma i janë kursyer shqiptarëve 620 milion euro në total. Pra që përndryshe do t'i kishin harxuar për të marrë shërbimet që kanë marrë në gjithë këto vite. Dhe analiza është shumë interesante dhe shumë detajuar që nga karburanti, distanca dhe tjera. E dyta që më mbeti në mendje është që janë kursyer 75 milion flet letre, që nuk është pak. Por e treta, që është më domethënësja edhe për sa i takon impaktit që ka teknologjia digjitale, është që koha e kursyer, përfituroni tani se çfarë kohë është kursyer, 25.000 rrotullime rreth tokës. Kjo është habia e madhe dhe bekimi po ashtu i teknologjisë për vende si vendi ynë, që në rastin e kontaktit me teknologjinë dhe në marrjen e shërbimeve që teknologjia ofron, ka mundësinë të bëj kapërcime historike të një natyre që s'do i bënte dot kurrë pa teknologjinë. Fjala vjen, ne nuk do arrijmë dot kurrë që në një kohë kaq të shkurtër të krijonim një administratë publike e cila të ishte në gjendje që shërbimet që bën Albania t'i bënte me të njëjtën transparencë, me të njëjtën shpejtësi, me të njëjtën korrektesë, e pamundur. Dhe në ndërkohë që progresi deri në shfaqjen e fuqisë teknologjisë digjitale ka qenë një progres linear, tani jemi në epokën e progresit eksponencial. Nëse në kohën e progresit linear, kalimi nga një makinë daktilografike në një tjetër kërkonte disa vjet. Pastaj aksesi tek ai produkt për ata që ishin më të varfër kërkonte shumë kohë. Aq shumë kohë sa në fund vendeve më pak të zhvilluara dhe më të varfra ju mbeteshin në të vërtet makina daktilografike që ata tjerë nxirrin jashtë përdorimit. Dhe e njëjta histori edhe me kompjuterat në fillim. Për shembull, mua më kujtohet kur unë u bëra ministri i kulturës, në Ministrinë e Kulturës në 98-ën kishte një zyrë që ishte zyra e daktilografimit. Edhe aty shkonin të gjitha shkresat për të daktilografuar. Pra, shkonin shkresat, do me thënë, ose shkonin të shkruajtura me dorë, ose shkonin ata që do bënin shkresën dhe recitonin atje dhe ishin 3 gra që daktilografonin. Dhe ishin 3 makina daktilografike shumë të lodhura dhe tek ëja që ëja ishte sajuar me forca të brendshme sepse makina origjinale nuk e kishte ën. Tek ëja ajo shigjeta që godiste letrën bënte vrima. Edhe po kur e merri letrën, kur e merri shkresën, shkresa ishte poroze sepse ishte mbushur me vrimat e ës. Dhe unë kisha kujtesën të freskët nga një ekspozit që kisha bërë në Gjermani, në një qendër kulture, ku sapo kishin ardhur kompjutera që Deutsche Banku po i nxirrte jashtë përdorimit
dhe po ja falte qendrave kulturore në Gjermani që s'kishin. Dhe i shkruajta, mora edhe unë një daktilografiste dhe ja bëra një letër drejtorit Deutsche Bankut me ato goditje dhe i thash, kjo letër po ju vjen nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë, po pat mundësi na jepni edhe neve disa kompjutera, dhe pastaj ambasada gjermane edhe në kontaktuan, më sollën, dhe ajo letra nuk e di ku është tani, po të paktën në atë kohë u përfundoi në murin e zyrës drejtorit Deutsche Bankut në kornizë si vepër arti, se ishte e pa imagjinueshme. Sot është botë tjetër komplet. Sot, pavarësisht se ne mund të jemi mbrapa në shumë gjëra, mund të shkojmë shumë më para se të tjerët fal teknologjisë në aspekte caktuara. Dhe nuk është e rastit që për shembull një vend si Estonia është shumë më para një vendi si Gjermania. Edhe pse kur Estonia hyri në këtë rrugë, as nuk mund të krahasoj jo me Gjermaninë, po s'krahasoj në asnjë vend që ishte në Bashkimin Evropian. Kështu që këtë po e shohim konkretisht vetëm me Albaninë, po e shohim me negociatat. Ne kemi tani në punë modelin e inteligjencës artificiale që bën gjithë transferimin e ligjeve dhe gjithë atyre 250.000 teksteve të BE-s, për cilat vendet e tjera përpara nesh kanë punësuar një armat me përkthyes, një armat me draftues, ndërkohë që modeli jon e bën brenda pak minutash atë që përkthyesit, draftuesit bënin Kroacisë vetëm kjo punë i mori 7 vjet. Ndërkohë që ne po e bëjmë me shpejtësi shumë të madhe dhe në harkun e 5-6 muajve ne do ta kemi të përfunduar nga pikpamja e gjithë volumit, do ta kemi në Shqip edhe me një cilësi vërtet shumë të lartë dhe modeli çdo ditë performon gjithmonë më mirë. Po kështu me prokurimet publike jemi duke punuar me Microsoftin për një model inovativ të prokurimeve publike pa pjesëmarrjen e njerëzit, që faktikisht ose më saktë që bën procesin e prokurimit publik deri në nxjerrjen e rezultatit pa pjesëmarrjen e njerëzit. Pastaj komisioni përkatës certifikon rezultatin, kuptohet, sepse në fund fare përgjegjës për lidhjen e kontratave dhe për shpenzimet publike janë njerëzit, nuk është akoma inteligjenca artificiale. Por ama është një projekt shumë ambicioz. Para ca ditësh është bërë një workshop këtu tek Akshi me 16 vende, përfaqësues nga 16 vende që po punojnë në këtë drejtim. Të gjithë në fakt kanë marrë pjesë të caktuar, ne po përpiqemi me Microsoftin të bëjmë një model që e bën të gjithën. Dhe shpresojmë dhe urojmë që ta kemi gati deri në fund të 2026-s. Ndërkohë që brenda pak kohe, nuk e di eksaktësisht kurse po punohet, Albania do kaloj në një tjetër nivel, pra ajo diella që del aty edhe flet, do bëj gjithë shërbimin. Pra nuk do jetë më e nevojshme që kush hyn në Albania të ndjeki diellën dhe të bëj klikime, të bëj shko këtu, shko atje etj, por kjo gjë do të realizohet me kërkesë. Pra do t'i thuhet diellës që dua këtë letër quhen filani, për shembull, dhe gjithë punën do ta bëj diella, domethënë asistenti virtual. Thënë gjitha këto, besoj që ne po krijojmë një potencial të madh këtu brenda, me ju dhe me të tjerë si ju, që mund të na japin një dorë në zhvillimin e mëtejshëm të proceseve të qeverisjes, duke përdorur bazën tonë të dhënave. Se në fund të ditës, ju e dini 1000 herë më mirë se unë që thjesht
i mësoj për shkak të detyrës, që sa më shumë data, sa më shumë dhëna, aq më shumë brum për të krijuar modele që pastaj mund na lehtësojnë proceset, mund na nxjerrin në për horizonte që as nuk i imagjinonim deri më parë. Dhe ndërkohë po flisnim para se të finim këtu për Ekol 42-shin që do të hapet së shpejti tek Piramida. Është një super shkollë për teknologjinë digjitale, e cila faktikisht është një shkollë jashtë sistemit klasik, është një shkollë që nuk ka ato kërkesa që kanë shkollat tradicionale, është një shkollë pa mosh, pra kushdo mund të hyjë aty, kuptohet, ka një proces të vetin seleksionimi, dhe është një shkollë që realisht është një nga bërthamat kryesore të revolucionit digital që po bën Franca, e cila tani ka dalë në pararojë të këtyre zhvillimeve. Këto nga ana ime, edhe shumë faleminderit për durimin. Delina donte që unë t'jepja lajmin që këtu janë 89 subjekte që do marrin mbështetje nga qeveria, po në fakt Delinës i takon realisht jo vetëm që ta thot këtë, por edhe i takon falënderimi im në sytë tuaj për punën shumë të dobishme që ka bërë në quajën më tej të këtij raporti mes qeverisë dhe startupeve që uroj dhe shpresoj ta forcojmë dhe ta zgjerojmë ende më shumë, dhe mos harroni që në Shqipëri tani kemi aktiv parkun teknologjik Durana, që është një park i cili është eksaktësisht për ju dhe për të gjithë ata si ju, brenda dhe jashtë, për produkte të teknologjisë, dhe që ka një sistem incentivash jashtëzakonisht të favorshëm. Dhe shumë shpejt, besoj vitin e ardhshëm, në fillim vitit të ardhshëm, uroj, do kemi dhe godinën në Vlorë, mund qendër të Vlorës, e cila ka hapësira të jashtëzakonshme, është fantastike për high-tech-un, që do funksionojë si një park. Pra, kush do ketë hapësirë dhe kush do ketë zyra dhe kush do zhvilloj aty produktet teknologjike, do të ketë një sistem fiskal edhe një sistem incentivash komplet ndryshe nga jashtë perimetrit godinës. Kështu që keni parasysh, edhe uroj shumë që deri atëherë të keni bërë zhvillime të reja, se këtu shpejtësia e zhvillimit është maramonce. Edhe nuk e harroj në bisedën e parë me Mira Muradin, që po diskutonim për shpejtësinë, dhe më tha diçka që ishte e frikshme. Tha, nëse për të kaluar nga iPhone-i 12 e 13 është dashur një vit, për të kaluar nga një gjë tek një gjë tjetër, tani që hyri inteligjenca artificiale, do duhet një ditë. Çfarë është e re në mëngjes, do bëhet e vjetër në darkë. Deri këtu do të shkojë shpejtësia e transformimit. Shumë faleminderit dhe lumë si ju që që ndërkohë që transformoheni me kaq shpejtësi, transformoheni vetë nga dal. Se kur merresh me pikturë, për një pikturë mund të haj edhe 6 muaj, dhe ti e 6 muaj më i vjetër dhe ke bërë një pikturë. Ndërkohë që ju mund bëni kaq shumë gjëra në 6 muaj dhe thjesht jeni vetëm 6 muaj më me eksperiencë, jo më të vjetër, se keni kohë për të përdorur këtë fjalë. Faleminderit.
dy pyetje. Zoti Kryeminist, shumë faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen sepse siç ju e përmendët shumë qartë, janë disa pika takime midis komunitetit startupeve tashmë edhe qeverisë edhe të gjithë organeve. Ju përmendët Duranën, këtu kemi disa startupe që janë regjistruar dhe pranuar tek Durana Tech Park. Janë disa të tjerë që janë në diskutime sipër për cilët i plotësojnë apo jo kushtet dhe ne si edhe me po themi edhe me ministrin krye jemi duke diskutuar për ditë me Durana Tech Park dhe agjencitë e tjera që të shikojmë mundësinë që sa më shumë startupe për atyre që financohen të kenë mundësi bashkëpunimi vertikale në industritë që ato marrin pjesë. Pra energjia të komunikojmë më shumë me sektorin energjetik nëpërmjet ministrisë apo entiteteve të tjera publike dhe kështu me radhë. Dhe këtu, nëse më lejoni, mbase të japim fjalën 2-3 personave që janë financuar nga këtë herë ose herën e fundit. Mbase Genti. Përshëndetje. Në radhë parë ju falenderoj shumë për këtë event, jashtëzakonshëm. Faleminderit zoti kryeministër, faleminderit ministre, faleminderit Arian. Para se të dilja këtu duke dëgjuar, po diskutoja me një çun, po diskutoja me një koleg dhe i thash çka ka bërë agjencia e startupeve në një vit me suportin që ka dhënë, më besoni nuk është bërë në 10 vjet. Edhe nuk është si gjetje komerciale kjo që po them, por është thjesht realitet. Unë jam, të themi, i vjetër në startupet, kam filluar para 10 vjetësh, aventurën time të parë me babunin, dhe realisht kjo vlerë e shtuar që ka dhënë agjencia si në nivel financiar, po si dhe në nivel suporti, më besoni që nuk ka ekzistuar. Kështu që një big thank për gjithë punën që keni bërë dhe për mënyrën se si keni operuar, shumë eficient, shumë faleminderit dhe uroj sa më shumë suksese. Qa kërkese? Atëherë, ajo që ne shohim, për shembull Babuni është një kompani gjithsesi shumë inovative në ana teknologjike, po investojmë shumë në AI dhe një nga ëndrat tona është pse jo të jemi pjesë e Durana Tech Park për të themi shpërndar gjithë know-how-un tonë që kemi në nivel teknologjik. Kështu që kjo ëndra është fjalë e madhe për të thënë që ëndra jonë është timit të duhet aty është Durana, shko futu qa ëndra është jo. Ta që të ëndra jonë është që të shkojmë në ndonjë planet që se kemi zbuluar akoma, por faleminderit për fjalët e mira që në këtë rast i takojnë Delinës dhe përsëris, por një gjë që harova pa e thënë që është fiksimi i madh. Keni parasysh që me antarësimin e Bashkimit Evropian, fuqia mbështetëse për startupet dhe për teknologjinë rritet në mënyrë eksponenciale. Faktikisht, ne nga Bashkimi Evropian në gjithë të vite, gjitha vitet bashkë, kemi marrë mbështetje për programet ndryshme ku hyn të gjitha bashkë, që është diçka më shumë se 1 miliard euro. Dhe mbështetja për teknologjinë është diçka që ka hyrë vetëm tani së fundmi dhe është modeste. Ndërkohë që me hyrjen në Bashkimin Evropian, 1 miliard e ca euro është çdo vit. Dhe në këtë 1 miliard e ca euro që është çdo vit, keni parasysh që ndryshe nga 1 miliard që i deri tanishëm, 1 miliard e ca, i deri tanishëm ku një pjesa më e madhe janë kredi, tek 1 miliard që i çdo viti pjesa më e madhe janë grant. Pra, ndryshimi është jo pak, po është ne sot jemi në mbështetjen e Bashkimit Evropian, jemi 90% kredi, 10% grant. Me futjen në Bashkimin Evropian kalojmë në 90% grant, 10% kredi. Kredit janë të mira, kuptohet, janë me norma interesi të ulta, po janë kredi. Kështu që edhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë pa ndërprerje procesin
e nisur me negociatat pa asnjë lëkundje, konfuzion e tjerë, sepse është krijuar një mundësi reale, aktuale, nuk ka qenë asnjëherë, që nga dalga e fundit e zgjerimit dhe faktikisht që nga futja e Kroacisë nuk ka pasur më asnjëherë një mundësi reale për të hyrë në Bashkimin Evropian. Tani është reale. Edhe ne jemi të dera, vetëm duhet të përfundojmë negociatat. Dhe për startupet, për gjithë të botën tuaj, do të jetë një ndryshim eksponencial i kapaciteteve tona për të mbështetur, po edhe i kapaciteteve tuaja për të përfituar nga Bashkimi Evropian, sepse në momentin që ne hymë në BE, juve të gjithë jeni eligible për të gjitha fondet që ka Bashkimi Evropian për teknologjinë, që janë fonde për shembull, nëse Bashkimi Evropian ka një program për startupet, për te programeve kombëtare, për te parave që jep çdo vendi për teknologjinë, ka programe të ndryshme që janë programe të Brukselit. Aty ju sot nuk futeni dot, se nuk jeni pjesëtar të komunitetit europian të startupeve. Momentin që ndryshon kjo gjë, juve jeni njësoj si gjithë tjerë dhe aplikoni atje njësoj si qytetarët e tjerë të Europës. Ky është një ndryshim esencial. Përshëndetje zotë. Delina ka di numrin e fituesve, s'di emrat e fituesve, unë se kuptoj tani. Si ti kishe marrë dhe emrat, të merrim dhe në një dorë trokitje tjetër. Përshëndetje zotë kryeministër, shumë faleminderit, zonja ministre faleminderit, Arian shumë faleminderit. Unë jam themeluesi i Vrapon, ose i thënë ndryshe aplikacionit Uberit 100% shqiptar Made in Albania. Jam krenar sepse është ndërtuar nga zeroja çdo hallk e tij, pra nuk është një aplikacion i huazuar. Vizioni jon është për ta bërë Vraponin lider në Shqipëri, për të ndjekur në një farë mënyrë atë modelin francez, sepse edhe Franca ka atë aplikacionet e tyre lokal, duke i shmangur në një farë mënyrë aplikacionet internacionale. Ndihma, unë jam përfitues i Grant 2024, ndihma ka qenë vërtet e jashtëzakonshme, duke qenë se sektori i teknologjisë është një sektor shumë i kushtueshëm, shumë i shtrenjtë, dhe për ta përballuar kërkojnë nevoja shumë të larta financiare, dhe vërtet jam shumë falënderues për këtë ndihmë. Kërkesa ime e vogël është një lloj ndërhyrje ose në një farë mënyrë një lloj përshpejtimi i ndryshimit të ligjit tek për transportin, duke na përfshirë në një farë mënyrë edhe ne si sektor, si zhvillim teknologjik, si shërbimin shuttle, si shërbimin taksi nëpërmjet aplikacionit e të tjerë. Shumë faleminderit. Patjetër, vetëm se nuk duhet të dekurajoj, ti me siguri e di, po shikoja që Uberi vetë është në hall, sepse së shpejti do t'i hyjnë makinat pa shofer fare. Edhe do jetë makina që do t'a thrasësh, do t'vi, do hysh aty brenda dhe më në fund edhe unë nuk do ndjem më qytetar i dorës dytë nga një pamja e IQ-s, sepse nuk do t'i jap vetë makinës, por ama makina do shkoj ku t'i them unë pa i fol shoferit fare, se do të ketë shofer. Kështu që duhet përgatiteni dhe për atë moment. Ndërkohë që ajo çka unë besoj se vlen shumë, e kam vënë re këtë që ne kemi Këshillin Ekonomik Kombëtar, ku ka përfaqësues nga gjitha industritë, por ma hamendja që nuk funksionon dot ai këshill në funksionin tuaj, sepse realisht ai është këshilli i botës reale, ju jeni komuniteti i një bote tjetër, kështu që mbase duhet të ndërtojmë një këshill të veçantë, një këshill kombëtar për startupet dhe teknologjinë, në mënyrë të vazhdueshme të ketë dhe një rrugë gjysmë institucionale, edhe pse jo formale, por
një rrugë gjysmë institucionale për të pasur një ndërveprim vazhdueshëm mes jush dhe qeverisë dhe jush, që qeveria të kuptojë në vijimësi ç'a ndodh, ç'a ndryshon, ç'a zhvillohet, edhe nga ana tjetër të kuptojnë vijimësi se si mund ndihmojnë, si mund mbështesin. Unë besoj që edhe me Delina kemi folë që volumi i mbështetjes financiare që ka ardhur duke u rritur, po jo shumë, mund të rritet dhe ne do ta arrisim. Do të arrisim në mënyrë të ndjeshme në vitet në vijim, sepse e kemi parë që është një lloj investimi që kthehet shumë fish në formën e punësimit mirë paguar, në formën e qëndrimit të talenteve këtu etj, kështu që do të arrisim vit pas viti. Përshëndetje. Zoti Kryeministër, faleminderit për organizimin bashkë me zonjën ministre dhe Arianin. Ajo që doja unë thosha është që gjithë thonë çfarë mund bëj qeveria për ne dhe jo çfarë mund bëjmë ne për qeverinë. Unë do vetë ofrohesha vullnetarisht nëse qeveria e konsideron. Ne kemi vënë re që me klientët tanë, kur tentojmë të automatizojmë punët e tyre me anë të inteligjencës artificiale, kanë problemin që shumë herë nuk e dinë se çfarë është e mundur dhe është e nevojshme që ne të analizojmë gjithë proceset e tyre dhe më pas të dalim në një përfundim ku i sugjerojmë se çfarë është automatizueshme, çfarë jo. Është shumë gjë e mirë ajo që keni bërë me Albania, por duke pasur dëshirën për mos qenë asnjëherë të vetkënaqur, do ishte akoma më mirë nëse do kishe një iniciativë nga ana e qeverisë për ta shtruar këtë në anën të administratës, duke parë se si mund të automatizohen punë në administratë, dhe tani mund të rikthehem tek çfarë mund bëj qeveria për ne. Dhe ishte shumë mirë nëse ju përmendët Microsoftin, që është shumë kompani e madhe, dhe mund t'i bëj ato produkte për qeverinë shqiptare, por besoj, duke parë dhe shkas nga eksperienca që kam në Zvicër ku jetoj, Zvicerianët vënë Zvicrën në vendin e parë, dhe besoj edhe Shqipëria duhet vëjë shqiptarët dhe kompanitë shqiptare në vendin e parë. Kjo është ndihma më e madhe që mund të bëjë shteti për ne. Thot Delina që ti po bën një studim për sjelljen e zogjve me inteligjencën artificiale. Po sjelljen e shqiptarëve do na studiosh pak se janë më të palexueshëm se zogjt në këtë rast, po. Unë e thash pak, po mbase nuk e thash shumë qartë që eksaktësisht ne këtë duam të bëjmë, që të vëmë në dispozicion të kujt dëshiron të dhëna, se gjithë puna është e dhënat edhe të proceset. Pra, për të bërë këtë që ti thua, duhet që ti të kesh akses në proceset dhe në dhëna. Dhe ne kemi ngritur një qendër të inovacionit që nuk ka lidhje me Akshin, e cila presupozohet që t'i shërbej të gjitha ministrive dhe institucioneve pikërisht për të inovuar. Mirë po, ajo që kam vënë re unë është që qendra është në një farë mënyre burokratizuar nga fakti që është institucion i brendshëm. Kështu që ajo që ne do bëjmë është që t'i hapim dyert e qendrës për të gjithë ju dhe për çdo qoftë tjetër që ka dëshirë të vi, edhe që ka dëshirë të luajë me të gjitha proceset dhe me të gjitha dhënat, të luajë në kuptimin domethënë të shohë se çfarë mund të bëjë. Këtë ide e diskutuam mbasi bëm një takim me grupin që erdhi këtu nga qendra spitalore universitare e Izraelit, Shiba. Ata janë të rankuar të 9 në botë dhe kanë marrë onkologjikun ton dhe jemi me ta në një proces bashkëpunimi për të ngritur
në një nivel tjetër komplet qendrën spitalore universitare në Tereza nga pamja e menaxhimit edhe e proceseve. Dhe ata na treguan që kanë krijuar një hapësirë dedikuar, nuk e di sa e madhe, mund të jetë sa kjo, mund të jetë sa gjysma kësaj, ku jepet akses i plot të gjithë mjekëve, infermierëve, gjithë personelit që dëshiron të ndërveproj me persona si ju, që vinë atje, për të krijuar risira që i shërbejnë spitalit dhe që i shërbejnë sistemit shëndetësor. Pra, është një qendër inovacioni që është fakt një hapësirë e vogël, por gjithë brumi aty janë të dhënat e proceseve. Dhe aty pastaj na treguan edhe se çfarë ka mbjell me këtë lloj ndërveprimi. Kështu që ke shumë të drejtë shkurt muhabeti. Dhe ne mund të bëjmë një marrëveshje që ti mund të vish të merresh me këto procese dhe ndërkohë mund studiosh dhe sjelljen e shqiptarëve, duke u nisë nga sjellja e administratës, sepse shqiptarët në administratë janë ata më të rrezikshmit dhe më të çuditshmit.